Zoti Dalipi, si paraqitet situata deri në këto momente në kryeqytet? Tani, siç e dinë gjithë, situata është problematike, paralajmëruar nga Bashkia e Tiranës. Mbrëm vonë është mbledhur edhe grupi i emergjencave pranë Bashkisë Tiranës pikërisht për të marrë masa. Kemi patur pika problematike, por rreth 1200 punonjës kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë në teren për të gjendur në të gjitha zonat cilat rreshjet kanë sjellë goxha probleme. Kështu që në këtë kuptim situata është e monitoruar. Bashkia ka bërë dhe thirrje qytetarëve që të reduktojnë lëvizjet e tyre në këto orë edhe të pasdites. Rreth 20 familja janë evakuuar në territorin e Bashkisë Tiranës dhe gjithashtu kontaktet janë të vazhdueshme edhe me punojësit në teren që bashkë me ujësjellësin që në të gjitha zonat ku njoftohet për probleme me njëherë të ndërhyet. Gjithashtu kemi dhe 24 administratorë të cilët janë të gatshëm 24 orë pranë qytetarëve që të kenë kontaktet dhe të lajmërojnë për gjithë problematikën që ata kanë. Cilat janë zonat ku janë hasur më shumë probleme për sa i përket vërshimit të ujrave? Po, përgjithsisht janë zonat periferike, apo është dhe kjo zona e Don Boskos që ju e dini vazhdimisht bllokohet. Por Bashkia ka filluar të marrë masa në këtë territor, është një problem prej vitesh që rruga e Don Boskos për shkak të ndërtimeve nuk ishte përgjigjur pjesës së kanalizimeve dhe gjithmonë paraqet probleme, por ka filluar ndërhyrja edhe në këtë pjesë. Problematike në këtë orë është lumi Lanës, i cili është i tepër aktualisht dhe që situata po mbahet nën kontroll nga ora në orë për çdo problem që mund të ketë. A keni mundësi që të merrni ndonjë masë ose të ndërhyni për sa i përket lumit të Lanës? Ka ndonjë mundësi? Po, ju e dini që kjo është një problem prej shumë vitesh, por po monitorohet dhe aty ku mund ndërhyet, po ndërhyet në vazhdim. Nuk diskutojnë dhe planet më tej kësaj gjëje, pra për të rregulluar gjithë ato devijime që Lana i kanë në periferinë e vet, të cilat nga ndërtimet, nga devijimet krijojnë pikërisht probleme në qendër të Tiranës, por situata është në monitorim. Ky është një aspekt problematik në këtë orë. Gjithsesi e rëndësishme është që qytetarët të reduktojnë lëvizjet e tyre, kur janë lëvizje të cilat mund të reduktojnë, në mënyrë që mos ketë problematik. Pra, ajo që u thash është pikërisht kjo. Gjithë punojësit e bashkisë, stafi aktual dhe ndërmarrjet e bashkisë janë të gjitha në teren dhe në çdo moment ku ka problematik ndërhyet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të gjendur pranë qytetarëve. Por dhe qytetarët nga anë e tyre duhet të lajmërojnë për çdo problem që ata kanë në këto orë në numrat e telefonit që Bashkia ka bërë publik. Ju deklaruat se janë evakuar rreth 20 familje, ku janë strehuar këto apo tek të afërmit? Si është? Por varet sipas situatës. Mund të ketë dhe qendra përkatëse të Bashkisë apo tek të afërmit. E rëndësishme është që janë marrë masat që ata mos jenë në zonat problematike kur kanë kërkuar që ndihmën e Bashkisë dhe janë ndihmuar që të lëvizin. Kështu që në këtë orë, po themi një rëndësi të veçantë kanë dhe zjarfikse e Tiranës, të cilat kanë punuar shumë mirë në disa pika që kanë pasur nevojë, bile edhe në orët përpara, kështu që kudo ku ka, po themi në këtë orë të vështira, nevojë për ndërhyrje, po ndërhyet. Jemi tashmë thuajse në prag të rënies errësirës dhe dihet që ndërhyrjet janë më të vështira gjatë natës. Keni ndonjë plan konkret për ndërhyrje në rast se do të kemi ndonjë vërshim më të madh të ujrave? Shikoni, kjo është një situatë emergjente. E rëndësishme është që çdo aspekt i sakt situatës monitorohet. E rëndësishme është që qytetarët vetë të lajmërojnë për çdo problem që kanë dhe informacionet dhe gjithçka që ka ndodhur sot është që Bashkia është në teren, është në gjitha pikat ku është e nevojshme për të qenë. Janë të qarta pikat problematike të cilat ndodhen aktualisht në Bashkinë e Tiranës. Ju e dini që me territorin e ri Bashkia e Tiranës ka një shtrirje shumë më të gjerë, pra monitorohet qendra, por monitorohet dhe periferia, siç është Zall Bastari apo zona të tjera të Tiranës apo kraba të cilat kanë nevojë për të mbajtur në monitorim. Kështu që në këtë aspekt është një situatë e cila njihet çfarë problematike ka. E rëndësishme është që të përballohet me shumë mundësi dhe me shumë përkushtim nga të gjithë stafi i bashkisë dhe gjithë personat e tjerë të cilët janë të angazhuar në këtë situatë dhe që merren me emergjenca. Rikthehemi edhe një herë te kjo zonë, zoti Dalipi, a keni informacion në lidhje me banesat të përmbytura apo me prezencë uji? Si është situata? Situata
ecën orë pas ore, natyrisht që nuk ka një evidencë të saktë, kështu që në momentin e dur do njoftohet dhe për këtë gjë. E rëndësishme është që të ruhet jeta e qytetarëve. Ky është prioritet në rastet emergjente, pra aty ku ka probleme përmbytje, të gjenden pranë qytetarëve, bashkia dhe gjithë institucionet e tjera, të cilat po e bëjnë me përkushtim këtë gjë. Kur pasi përfundojnë situatë të tilla, atëherë del dhe evidenca në lidhje me këtë çështje.